E kisha fiksim. Hyqej si drejtor policie, si u zbulua 20 vjeçari që u jepte urdhra policëve, tentoi të hynte në akademi, por dështoi. Policia e Kamzës arrestoi në 2 nëntor 20 vjeçarin Ervis Brasha, i cili u kap duke qarkulluar me automjetin i tij veshur me uniform policie dhe stema zyrtare. Hetimet zbuluan se i riu hiqej si policë, madje në disa raste edhe si drejtues policie dhe kishte arritur të dërgonte urdhra përmes emaili të rem edhe tek efektivët e policisë. Gjithashtu, duke u hequr si polica i ka kontaktuar edhe efektiv të portit të Durrësit, duke ndërhyrë në punën e tyre dhe duke i marrë informacion. Gjatë kontrollit në banesën e tij u gjetën dhe sekuestruan 4 karta identiteti të dyshuara si të falsifikuara, një armë sportive, uniform policie, 16 stema e garda drejtuese si dhe 3 kapele me shenja të policisë së shtetit. Brasha kishte krijuar kontakte me punonjës të vërtet policie, i shkruante atyre në rrjetet sociale dhe publikonte foto dhe video në institucionet shtetërore i veshur me uniform. Në disa raste ai kishte hyrë edhe në Akademinë e Sigurisë duke filmuar brenda ambienteve pa autorizim zyrtar, duke ngritur dyshime se mund të ketë pasur ndihmë nga persona të brendshëm. Sipas burimeve timore, 20 vjeçari dyshohet se ka përfituar para duke kërcënuar qytetar, por pohetohet edhe pista nëse është përdorur nga grupe kriminale për të shitur si policë në veprime të palikshme. Materialet janë referuar në Prokurorinë e Tiranës për hetime të thelluara.